Njëri për tyre ka qenë Tonin Voca, ishte drejtori i Policisë Tiranës, qarku Tiranës. Kush është aktualisht, po them? Që kemi në detyrë. Ilir Broda është drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit, i cili është atemuar edhe për lidhje me grupe kriminale në qytetin e Elbasanit, për cilën SPAK-u madje para se Broda të marrë detyrën si drejtues i parë, për shkak edhe të një konkursi pra që u hap nga Ministria e Brendshme, për cilën sigurisht që duke patur dhe një eksperiencë goxha të mirë në Policinë e Shtetit, Broda doli njeriu i parë dhe celularët e sekuestruar ju kthyen. Duke e lënë ato të lirë për të ushtruar aktivitetin si drejtues i parë, për shkak se nuk mungojnë provat që e bëjnë lidhjen në fjalë. Tjetër. Kemi ish drejtues, mos më detyroj të them emra, kemi ish drejtues të lartë ose ish drejtues të policisë së qarkut të Fierit.